shqiptarët se kanë zakon ta shesin shqiptarin. A ka shqiptarën të aborrin tënë? Unë nuk po pyes për ata Arnaut që u është bërë gjaku ujë. Ka liq apo s'ka liq? Studentët ne i përkrajmë deri në fund. Do jeni në protestën e studentëve prezent? Ne i përkrajmë. Para pregaditje për nesër. Para pregaditje për nesër. Ju ndihmu studentave shqiptarë. Për mu do t'ishtë turp t'jem në krah me ministrin që s'ka zgjedhë çështjen e studentëve dhe që e politizat. Për mu dhe për njerëzit që jonë nuk është top me protestu pavarësisht kush është nesër në protest apo kush nuk është, për shkak se unë dhe roca ime nuk jemi prej atyre që kemi qenë deputet ministra. Thuaj se në këto 36 vjet pluralizmit politik është detyre secilitë me i mbrojt studentët shqiptar dhe të zgjidhen këto probleme njëherë për gjithmonë, të mos flitet rreth asaj se a duhet apo nuk duhet, për shkak se gjuha shqipe është gjuhë e Perëndis. Po unë dal për zonin e Zotit. Nesër protesta nuk më intereson kush është i cilës parti, a flet shqip, a i përkro studentat, fare hiç. Ko i nati në të drejtën e njerëzve për të protestu, sa atëherë nuk zgjedhim asgjë në këtë shtet, edhe ashtu të dopt. Nuk du të shtoj asgjë, dëgjone çka thot ky student. Të dashur prindër, profesor, mësues, nxënës, ne nuk po protestojmë kundër askujt. Ne po protestojmë që ta ruajmë gjuhën shqipe. Na bashkangjitni që të gjithë që t'i ruajnë të drejtat tona dhe amanetin për brezat që vinë pas. Prej meje lëvizjes bota shqiptare dhe shqiptare në të rruzullin e tokës shtrim si djepe e kanë përkrahjen tonë. Ju përshëndes nga Shkupi.